Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me historinë që në fakt po krijon një dinamik të madhe dhe viktima e kësaj historie po humbën lojën e tij në Big Brother. Do të flasim për Edin edhe për Dolçen, për marrëdhënien e dashurisë së tyre dhe për këtë strategjinë e lojës siç duket e krijuar nga ana e Dolçes që në këtë mes Dolçe del shumë inteligjente. Ju e dini shumë bukur që Edi dhe Dolçe ditë më parë folën për dashurinë e tyre, folën për emocionin e tyre, folën për ndjenjat e tyre. Dolçe vajtonte pafund sepse nuk mundeshte që të qëndroj larg Edit, ju lut që ai të qëndroni fort, ju lut që ai të jetë ti besoj vetes së tij, ti dhuroj vetes dashuri etj, por nuk ndodhi kjo gjë. Sipas një misionit të kërkuar nga vllau i madh, Dolçe e mbajti misionin e saj në thonjza duke mos e ditur se ku do të shkonte. Unë jam shumë i bindur që Dolçe e ka ditur, tani duhet jemi të sinqert, edhe ne që komentojmë Big Brotherin, sepse ti nuk mund të marrësh një vendim për tjetrën në qoftë se ajo nuk është dakord. Do me thënë sepse prekësh tek të drejtat e tjetrit. Dolçe e mbajti misionin dhe udhtoi drejt Grande Fratellos, e lumtur, e kënaqur, e gëzuar, saqë harroi dhe të flet në gjuhën shqipe në fakt, me hyrjen e saj në Grande Fratello, por Dolçe nxori një anë tjetër. Tani, këtu ka dy pika. Ose Dolçe është duke bërë një strategji që të vazhdoj të qëndrojë në Grande Fratello sepse ka më shumë interes të jetë pjesë e atij reality show, dhe është duke thënë që unë kam patur një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova dhe nuk ka qenë një lidhje ndjer dashurie. Do me thënë, Dolçe e mohoi Edin atje dhe ka mohuar me vetëdijen e saj, sepse e dije që ekzistojnë kamerat, e dije që ndiqet nga shqiptarët. Do me thënë, Dolçe nuk ka ndjer dashuri për Edin, edhe pse menaxherët e Edit, të cilët menaxhojnë Instagramin e Edit, e kanë mbështetur pafund hyrjen e Dolçes në Grande Fratello. Ndërsa në anën tjetër, Edi është duke vajtuar, është duke qarë, po humb krejtësisht lojën e tij brenda shtëpisë, duke i dhënë vëmendjen dhe fokusin dashurisë, të cilën siç duket Edi e ka krijuar me ndjenja shumë të vërteta. Nuk mundet një djalë të qanë 24/7 në qoftë se nuk e dashuron një vajzë. Do me thënë, Edi nuk po bën fare loj, më duhet ta them publikisht. Edi është zhytur në atë strofullën e ndjesisë të dashurisë dhe mendon që nëpërmjet kësaj ndjesie ai do të arrijë në finale, dhe nuk do të thotë që të gjitha Big Brotherat e kanë strategjinë e njëjtë. Unë e kam thënë, Big Brotheri ose të merr ose të jep. Dhe në këtë rast Big Brotheri është duke i marrë Edit. Në çfarë po ndodh këtu? Dolçe po arrin sukseset e saj, do të thënë arriti deri në Grande Fratello, edhe pse banorët nuk e dinë, edhe pse Edi lutet që të hapet një televotim që Dolçe të kthehet në shtëpi, ndërsa në anën tjetër Dolçe e mohon Edin dhe ky bëhet një lajm i madh në televizionin Klan. Do me thënë që prishet dashuria, mohohet Edi, nuk pranohet Edi, dhe Edi është duke vuajtur për këtë vajzë. Unë në fakt nuk shoh korrektësi nga ana e produksionit, sepse duhet të tregohet paktën Edit që Dolçe po merr një rrugtim të ri për disa ditë, nëse ti je dakord, nëse jo, por jo do me thënë ai të vuan edhe të mendon me pretekstin se Dolçe ka dalë nga shtëpia, shkaku i lidhjes së tij, por edhe shkaku i një problematikës familjare që kanë patur. Unë jam i bindur që të premten me kthimin e Dolçes në Kosovë dhe në shtëpinë kapsull, se tani u bë pak si e tepërt kjo, domethënë banorët hyjnë e dalin kur të duan, më duket është padrejtësi për banorët e tjerë, sepse hyr njëri, dy, shko tjetri në dhomën e rrëfimit 3 nga 3 ditë, shko tjetri në shtëpinë kapsull, shko kjo në shtëpinë kapsull, domethënë nuk ka seriozitet. Nuk ka seriozitet loje për banorët e cilët janë brenda, që kanë hyrë që në ditën e parë dhe nuk dalin fare. Dhe në këtë rast do të shohim se si do vazhdon marrëdhënia. Tani, duke njohur karakterin e Edit, nuk më duket tipi që mund ta përballon dhe ta fal këtë gënjeshtër, le të themi në thonjza, nga ana e Dolçes, sepse kjo ka qenë një pak me produksionin dhe në fund të ditës ato janë në lojë dhe do luajnë, nuk do fokusohen shumë në ndjenja. Mendoj që Edi duhet të del nga ky viktimizimi që është bërë nga ana e produksionit dhe që Edi
nuk arrihet dot ta kupton, domethënë Londrimi është duke e folë dhe është duke ja shpjeguar që kuptoi lojën, mendoj që Edi duhet të luan më shumë sepse nuk fal asnjë gjë nga vetja dhe fansat e Edit duhet në një farë forme ta informojnë Edin që të vepron, sepse në momentin që vllau i madh ndoshta edhe nuk do publikon videon ku Dolce e ka mohuar Edin, thjesht mund të publikon videon ku Dolce ka qenë pjesë Grande Fratello për të vazhduar lidhja e dashurisë aty brenda. Do të thënë unë shoh këtu një viktim që në këtë rast është Edi që e kanë marrë komplet dhe po e gjuajnë herë këtej dhe herë andej. Si e shikoni ju marrëdhënien e Dolces edhe të Edit? Ka dashuri në këtë mes?